Mrekullit që sahabët panë me sytë e tyre. Në një kohë kur shkretëtira duke i heshtur dhe horizonti i saj pafund duke i palëvizshëm, ndodhi diçka që ndryshoi rrjedhën e historisë njerëzore. Në mesin e njerëzve jetonte profeti Muhamedi alayhis salam, një njerëz si të gjithë të tjerët në pamje, por i zgjedhur nga Zoti për të qenë mëshirë për botët. Ata që jetuan me të nuk panë vetëm një njerëz të drejtë, ata panë mrekulli, jo tregime të largta, por realitete që i prekën, i dëgjuan dhe i përjetuan me sytë e tyre. Këta ishin sahabët, dëshmitarët e drejt për drejt të së jashtëzakonshmes. Trungu që qau për profetin alayhis salam. Në xhaminë e thjeshtë të Medinës, profeti Muhamedi alayhis salam mbështeti në një trung palme gjatë ligjëratave të tij. Ishte një skenë e zakonshme, derisa një ditë gjithçka ndryshoi. Kur sahabët ndërtuan një mimber që ai të ngjitej për të folur, profeti alayhis salam u largua nga trungu. Dhe në atë moment ndodhi diçka që i tronditi të gjithë. Trungu filloi të lëshonte një zë, një rënkim, si një fëmijë që qan nga ndarja. Sahabët ngrinë në vend. Ky nuk ishte iluzion, nuk ishte imagjinat. Profeti alayhis salam zbriti nga mimberi, ju afrua trungut dhe përqafoi, dhe trungu u qetësua. Kjo ngjarje është transmetuar në hadithe autentike nga sahabët si Abdullah ibn Omer dhe të tjerë. Një trung që ndjeu mungesën e profetit, po semrat tona. Uji që buronte nga duart e tij. Në një udhtim, sahabët u përballën me etje të madhe. Uji ishte i pakët dhe nevoja ishte e madhe. Në atë moment kritik, ata ju drejtuan profetit Muhamedi alayhis salam. Ai vendosi dorën e tij në një enë me pak ujë dhe pastaj ndodhi mrekullia. Uji filloi të buronte nga gishtat e tij, po nga duart e tij. Sahabët e panë me sytë e tyre, ndërta Enes ibn Malik, i cili e transmeton këtë ngjarje në hadithe autentike. Ata pinë, u pastruan dhe u mjaftuan. Në një botë ku burimet janë të kufizuara, ai ishte burim. Ushqimi që nuk mbaronte. Në një rast tjetër, uria kishte kapluar sahabët. Kishte pak ushqim, një kec i therrur, pak bukë, asgjë që mund të mjaftonte për një grup të madh. Por kur profeti Muhamedi alayhis salam vendosi dorën mbi ushqim dhe bëri lutje, ndodhi e pamundura. Njerëzit filluan të hanin, një nga një, 10, ndoshta 100, dhe ushqimi nuk mbaronte. Kjo është transmetuar nga sahabë si Xhabir ibn Abdullah, i cili përshkruan se si ushqimi vazhdoi të mjaftonte për të gjithë. Nuk ishte vetëm ushqim për trupin, ishte ushqim për besimin. Shërimi i syrit të Aliut radiallahu anhu. Në një moment kritik gjatë një betejë, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu vuante nga një dhimbje forte në sy. Ai nuk mund të shihte qartë. Profeti alayhis salam e thiri. Ai vendosi pështymën e tij mbi syrin e Aliut dhe bëri lutje. Dhe në atë çast, dhimbja u zhduk. Jo vetëm që u shërua, por Aliu radiallahu anhu ngrit me forcë dhe vazhdoi betejën sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Ky është një hadith autentik i transmetuar në koleksione të besueshme si Buhariu dhe Muslimi. Qushti që mjaftoi për të gjithë. Një natë e qetë në Medinë, por në zemrën e një sahabi kishte uri. Ishte Ebu Hurajra radiallahu anhu, i njohur për varfërinë e tij dhe për kushtimin ndaj profetit Muhamedi alayhis salam. Ai shpesh e lidhte një gur në bark për të përballuar urinë. Një ditë i raskapitur, ai takoi profetin alayhis salam me një shikim që deportonte përtej fjalëve. Profeti e kuptoi gjendjen e tij dhe e mori me vete në shtëpi. Kur hyn, ai pyeti: "A ka diçka për të ngrënë?" Bashkëshortja e tij u përgjigj me sinqeritet: "Vetëm pak qumësht që na është dhuruar." Ishte pak, shumë pak. Mjaftueshëm ndoshta për një njeri, jo më shumë. Por ajo që ndodhi më pas, ishte një mësim që do të mbetej i gdhëndur në zemrën e Ebu Hurajra radiallahu anhu për gjithë jetën. Profeti alayhis salam i tha: "Shko dhe thirr njerëzit e Sufës." Ishin të varfrit e Medinës, ata që jetonin në xhami, pa shtëpi, pa pasuri, 10 burra. Zemra e Ebu Hurajrës u drodh. Si mund të mjaftoj ky pak qumësht për të gjithë këta njerëz? Por ai nuk kundërshtoi. Ai shkoi dhe i thiri. Ata erdhën, u ulën. Profeti alayhis salam mori enën e qumshtit dhe ia dha Ebu Hurajrës. I jepu atyre për të pirë. Një nga një, ata pinë, dhe pinë, dhe pinë, derisa secili u ngop. Ebu Hurajra shikonte me habi. Ena ishte ende plot. Pastaj profeti alayhis salam i tha: "Tani pi ti." Ai piu derisa u ngop. Por profeti alayhis salam i tha përsëri: "Pije." Ai piu sërish. "Pije." Derisa ai tha: "Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, nuk kam më vend." Dhe vetëm atëherë, profeti Muhamedi alayhis salam mori enën dhe piu nga ajo që kishte mbetur, një enë e vogël që ushqeu një grup të tërë. Një mrekulli e parë me sy, e përjetuar me zemër, e transmetuar nga vetë Ebu Hurajra radiallahu anhu dhe e ruajtur në hadithet autentike.
një kujtesë e fuqishme, se kur bekimi zbret nga qielli pakica bëhet bollëk dhe uria kthehet në falënderim. Këto nuk janë legjenda, nuk janë mite të krijuara pas shekujsh. Këto janë rrëfime të transmetuara nga njerëz që jetuan me profetin, që e pan, që e dëgjuan, që e deshën, njerëz si Ebu Hurera, Abdullah ibn Mesudi, Aisha. Ata nuk transmetuan thjesht fjalë, ata transmetuan përjetime. Mrekullitë nuk ishin për spektakël, ato ishin forcimi besimit për sahabët, argument për të vërtetën e profecisë, shenjë mëshirës së Allahut për njerëzit, dhe mbi të gjitha, një kujtesë se Zoti është mbi çdo ligj natyror. Ne nuk e pam ujin që rrithte nga duart e tij, nuk e dëgjuam trungun që qante, nuk e prekëm ushqimin që nuk mbaronte. Por ne kemi dëshmit, kemi zinxhiret e transmetimit, kemi hadithet autentike, kemi besimin. Dhe ndoshta pyetja më e madhe nuk është a ndodhen këto mrekulli, por a do të besonim ne po të ishim aty? Në një botë që kërkon prova, Islami na jep dëshmi, jo vetëm përmes logjikës, por përmes historive që kanë kaluar brez pas brezi të ruajtura me kujdes. Mrekullitë e profetit Muhammed alayhis salam janë dritë në errësirë, janë thirrje për të reflektuar, janë prova për zemrat që kërkojnë të vërtetën, sepse kur Zoti dëshiron, edhe një trung flet. Uji rrjedh nga duart dhe zemrat e njerëzve zgjohen nga gjumi i harresës.